Gjelbërimi dhe lulëzimi i ambienteve të brendshme të gjimnazit 28 Nëntori është qëllimi i një projekti i ndërmarrë nga një grup aspirantësh të shkollës së drejtorëve në Shkodër. Kjo nisëm që ka gjetur mbështetjen e stafit pedagogjik dhe të nxënësve, synon përmirësimin e cilësisë së ajrit në klasat dhe hapësirat e brendshme të shkollës, si një masë që ndihmon shëndetin dhe përmirëson performancën e nxënësve dhe të mësuesve. Në prezantimin e projektit u theksua se përmes shtimit të bimësisë në ambientet e brendshme do të krijohet një atmosferë më e përshtatshme për mësim. Qëllimi i këtij projekti synon të ndikojë edhe në përmirësimin e cilësisë së ajrit dhe për rritjen e performancës së nxënësve. Së bashku, gjithë më përfshin mësues, staf dhe nxënës. Besoj që ky projekt dhe gjithë këto do të jetë pasuri e shkollës dhe shërbej. Ambient i brendshëm i gjelbëruar do thotë oksigjen, ajër i pastër, mundësi shumë më e mirë e mësimit dhe gjithçka. Vetë fjala lule ka emrin e bukur dhe s'mund ta tjetërsoj askush. Zbatimi i projektit do të realizohet nga vetë nxënësit pjesëtar të klubit të mjedisit të shkollës, të cilët shprehen entuziazëm dhe përkushtim për këtë nisëm. Mund të themi se ne si pjesëtar të klubit mjedisit na pëlqej shumë si ide dhe jemi të gatshëm që kulturën e gjelbërimit ta trashëgojmë brez pas brezi për klasat e ardhshme. Ndihem shumë optimiste për realizimin e këtij aktiviteti sepse ka një ecuri të dukshme dhe mendoj se do të përkrahet lehtësisht dhe gjerësisht nga nxënësit e gjimnazit tonë. Gjimnazi 28 Nëntori është një nga shkollat me numrin më të madh të nxënësve në Shkodër, ku çdo klasë numëron mbi 30 nxënës. Kjo e bën edhe më të nevojshme ndërmarrjen e masave konkrete për përmirësimin e kushteve mjedisore në hapësirat e mësimdhënies.